Dita kundër varfërisë në Ferizaj u shënua me një akt humanitar. Shoqata humanitare Time to Help nga Gjermania në bashkëpunim me Kolegjin Mehmet Akif dhe me Qendrën për Punë Sociale në Ferizaj ndihmuan me veshmbathje 150 familje skamnore. Udhëheqësi i sektorit për mirëqenie sociale në Ferizaj, Ibrahim Musliu, tha se po mundohen që në këtë mot të ftohtë të paktën veshmbathjet mos të mungojnë këtyre familjeve në nevojë. Dhe ne jemi mirë njohës që edhe shoqatat e ndryshme ndihmojnë skamnorët e komunës sonë, përveç që komuna ndihmon në mënyrë të rregullt, me artikull ushqimor, me veshmbathje dhe me forma tjera të ndihmave. Familjet janë përzgjedhur nga zyrtarët e Qendrës për Punë Sociale, ata i kanë evidencat e familjeve të cilat janë raste sociale skamnore dhe edhe sot po shihet se ato familje kanë nevojë për veshmbathje. Familjet përfituese u shprehen të gëzuara që sadopak dikush po mendon për ta. Po, mirë. I kënaqur jam pa që thënë ndihmat që i keni pruan. Po, masanina, kur bëjnë apetën, kemi qef apet, apër me pruan. Po, nam për dikon, mirë falenderoj, mirë. Drejtues të Qendrës për Mirëqenie Sociale në Ferizaj thanë se edhe në të ardhmen do të përpiqen të tërheqin donacione nga organizata të ndryshme në mënyrë që të dalin në ndihmë familjeve të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike.